Ktu po diskutohet Tirana Dinamo. Zakonisht komshit ndihmojnë komshion. Shishte kjo? Komshit e ndihmojnë komshion. Po komshim edhe në veri, edhe në jashtë, tash edhe në mes, me Korçën po. Me Laçin po. Jam dakord, por historia bën vetën. Ku gjenesh për në Kavanos krip. Ose një çik Farkosi që quhet. Si quhet? Farkosi ka qenë vjetër. Nëse Gjoniku këtë, e dëgjoj këtë. Tani problemi është këtu që unë mendoj që Dinamo në këtë ndeshje do jetë do fusin 9 vjeçare. Do jetë si ka qenë më. Do jetë si ka qenë. Ka 8 pikë faza. Dinamo duhet luftoj se është 5-6 vllaznia. E dyta. Në rast se Laçi fiton, pëlqeu shumë kjo, ishte e bukur. Tirana kur shkon troket, domethënë ke çik Farkosi, është. Tirana Korçën komshi e ka që trokiti për Farkosi. Po jo, Laçi. Landi. Zhupe është ndërlikuar Zhupe, se stacioni e ditja. Unë jam dakord. Është stacioni i fundit. Sepse 5-6 luftoj për kapën. Laçi do tolerojnë atje, e ka jetë vdekje. Nuk i dieni i ka të 3 rezultate. Jam shumë dakord. Me pikët që ka, sepse avantazhi është vendi i parë dhe vendi i dytë, në ndeshje direkte me vendin e tretë. Ska lidhje fare. Nga sportive nuk ka lidhje. Një skuadër që shkon për kampion, Dinamo ka skuadër të mirë. Dinamo ka skuadër të mirë dhe mendoj që 4 para që do të ndeshin me njëra tjetrën, ka akoma hapësirë tjetër. Janë të avantazhuar vendi i dytë. Dinamo e synon vendin e dytë. Ka dhe komshiu për të luajtur dielën. Më mirë. Tash do synoj vendin e dytë. Tani mua më vjen keq se ti je vjetër në këtë punë. Po jo po të pyes. Po ta bëj nuk po them. Ne nuk kemi moshë adoleshencës tu që kemi. Po jo më ne kemi eksperiencë. Dinamo do luftojë në 4. Jo, prej gabimeve se fitoi me Dinamo Laçi. Dhe Tirana ka një avantazh mendoj. Unë kështu e lexoj. Unë e lexoj dhe shikoj edhe diçka tjetër që. Dhe shikoj edhe diçka tjetër, se zakonisht skuadrat e kryeqytetit pavarësisht ne jemi lind dhe rrit në Tiranë. Laçi është komshi me Shkodrën. Po le Laçin tani, Laçi është me tjetër. Laçi ka diferencë specifike. Klubi Dinamos me klubin e Tiranës 200 metra mbi ajror është drejt. Është më favorizuar Tirana se sa Laçi, sepse patjetër që është më favorizuar. Laçi nuk varet më nga vetja e vet. Absolutisht. Pavarësisht se mund të fitojë Shkodër, varet nga Korça, po edhe nga varet nga Tirana. Kurse Tirana varet nga vetja e saj. Domethënë fitoria e Tiranës është lënë të trejat për plazë. Është një fitore që e çon në shpëtim. Po isha shpëton Tirana për komshill. Laçi varet vetëm nga ndeshja e Tiranës. Ka më të lehtë kapin e vendit dytë për arsye sepse ajo mund të komandojë dhe ndeshjen, mund të jetë me deri në fund dhe shikoj rezultatet. Po sikur në ndecja 105, në ndecja Dinamo. Nuk është më. Po sigur. Po jo pse të në mirë është. Po sigur. Nuk është sikur. Është shumë e komplikuar, është shumë e komplikuar. Dua ku di unë sepse në dytë Laçi ka gabimin e Tiranës. Nuk ka ndonjë gabimin e do fitojë Shkodër. Pa diskutim do fitojë Shkodër. Aty hyn loj Laçi sepse është gati ideal. Në raport me Skënderbeu. Ka shanset Dinamo që gjithsesi nuk mundet dot. Laçi është më pak i favorizuar nga këta. Nëse Skënderbeu, fiton, është duke fituar në Korçë me Ballçin, Laçi është në borxhe si shtat ju. Si ishte kjo? Nëse Dinamo ka mbartur lugën e Çorpës gjithë vitin dhe ka borxhe si çiki. Faruku